Me vrasjen e udhëheqësit suprem në 24 orët e para të luftës, Izraeli dhe SBA-ti kanë dhënë një goditje të madhe regjimit në Teheran. Tani pjesa tjetër e rrethit të pushtetit duhet të rrëzohet. Prandaj bombat vazhdojnë të bjerë në zonat ku dyshohet se ndodhen figura kyçe në aparatin e pushtetit iranian. Disa zyrtarë të lartë janë vrarë tashmë në sulme të tilla këtë fundjavë, përfshir Ali Lariani dhe ish-presidenti Mahmoud Ahmadinejad. Sistemi i pushtetit i Iranit përbëhet nga disa sfera, zyra dhe rrethi i ngushtë i Ayatollah Ali Khamenei, garda e fuqishme revolucionare si qendra e pushtetit ushtarak dhe udhëheqja politike. Një këshill i përkohshëm është formuar brenda udhëheqjes politike dhe ka marrë nominalisht pushtetin në Republikën Islamike. Një infografik hedh dritë mbi strukturën e brendshme të pushtetit në Iran, duke paraqitur figurat kyçe që rrethojnë liderin suprem. Diagrami evidenton ndarjen midis rrethit të ngushtë, udhëheqjes ushtarake dhe asaj politike, duke ofruar një pasqyrë të organizimit të elitës drejtuese në vend. Me ngjyrë të kuqe janë shënuar udhëheqësit që janë ekzekutuar. Infografika thekson rolin dominues të strukturave ushtarake, veçanërisht të gardës revolucionare islamike. Në krye të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura paraqitet General Major Abdul Rahim Mausavi. Në krahun politik, figura të rëndësishme përfshin drejtues të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, presidentin e përkohshëm Masud Pezeshkian dhe ministra të linjave kryesore si mbrojtja, siguria dhe diplomacia. Shifra të sakta mbi viktimat e mëtejshme nga të dyja palët e luftës nuk janë ende të disponueshme. Autoritetet iraniane raportuan më shumë se 800 vdekje nga sulmet ndaj Iranit, por edhe në pozicionet e mbajtura nga Hezbollahu pro-iranian në Liban. Sipas shifrave paraprake nga qeveritë e vendeve të prekura, sulmet iraniane kanë rezultuar në gati 80 vdekje, më shumë se një duzinë ushtarësh amerikanë janë vrarë, gjithashtu mirat plagosur janë raportuar nga të dyja palët dhe numri real ka të ngjarë të jetë dukshëm më i lartë.